Të nderuar teleshikues, asalamu alaikum. Mirë se vini në emisionin ton të radhës Pyetjet në Kur'an. Të gjithë ne e dim se një nga manifestet më madhore të fesë islame është kryerja e ritualit të haxhit. Mirë po, pavarësisht se teknologjia dhe moderniteti ne ka shkurtuar shumë distancat, faktikisht në histori njerëzit dikur udhtonin me muaj të tërë për ta realizuar pra një rit të tillë. Nisur nga kjo, Zoti i Gjithësisë në muajt e shenjtë ka pas ndaluar edhe luftën, pra që njerëzit të ishin të lirë që të ta bënin këtë ritual pra dhe këtë shtyllë mallore të fesë islame. Mirë po një incident ka ndodhur në kohën e profetit Muhammed, paqja e bekimit e Zotit qofshin mbi të, një situatë kjo të cilën e shfrytzuan pra femohuesit dhe plantprishësit. Nisur nga kjo, zbret dhe një ajet kuranor ku Zoti bën një dallim midis krimeve të dukshme dhe krimeve të padukshme, pra që është femohimi. Zoti i Gjithësisë thot pra për këtë ajet 217 të surës Bekare, të pyesin ty o Muhammed për muajt e shenjtë për luftën në të. Thuaju, luftimi në atë kohë është gjunah i madh, por pengimi i njerëzve prej udhës së Allahut, mohimi i tij, pengimi i tyre nga vizita e xhamisë së shenjtë dhe dëbimi i banorëve të saj nga ajo janë gjunah më i madh tek Allahu. Ajeti është i gjatë, por domethënien e tij do ta sqarojmë dhe besoj do ta shtjellojmë në mënyrë më shtëruese, si gjithmonë miku ynë i studios, Hoxha i nderuar Ahmet Kalaja. Hoxha i nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm. Atëherë Hoxh, çfarë janë dhe kush janë muajt e shenjtë? Atëherë, siç e thatë edhe ju, ajeti ka zbritur një situatë dhe në një rrethan gabimi njerëzor, mirë po u shfrytëzua, u shfrytëzua egër, le të themi kështu, nga mohuesit, sikur profeti alayhis salam po shkel një shenjtëri të cituar nga vet Zoti i Gjithësisë. E kjo shenjtëri e cilësuar nga Zoti i Gjithësisë Zoti i Gjithësisë ishte pikërisht muajt e shenjtë, ku Zoti thotë në Kur'an: Inna iddat ash-shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Zoti ka krijuar kohën në 12 muaj dhe ndër këto 12 muaj 4 muaj janë të shenjtë. Dhe normalisht kjo, domethënë, nuk është diçka që erdhi me të vetëm profeti alayhis salam, kjo është diçka e trashëguar. Pra historia dhe ideja e muajve të shenjtë nuk është diçka që e solli Islami me shpallin që erdhi profeti alayhis salam. Idenë e muajve të shenjtë kanë pas edhe profetët më herët. Për këtë arsye arabët para Islamit u shfrytëzua. Kjo është arsye pse u shfrytëzua, sepse e kishin shenjtë edhe e dinin dhe ata do të ishte diçka kulturore. Vetëm se arabët muajt e shenjtë ndonjëherë u alunin vendin për arsye lufte. Pra për shembull, le të themi në muajt e shenjtë ndalohet lufta. Dhe ata e dinin këtë, ishte manipulore, pa diskutueshme që lufta është. Mirë po i binte ndonjëherë që do të sulmonin një fis apo një vend tjetër. Atëherë thosh nuk është muaj shenjtë Rexhebi këtë vit, po këtë vit është X muaj, është Shabani ose është Shawali, pra lëvizjen. Shfrytëzime politike si sot. Po. Mirë po, domethënë zbriti ajeti kuranor dhe e përcaktoi fiks, domethënë edhe domethënë sqarimi i muajve të shenjtë faktikisht në tekst ka ardhur në fjalët profetike. Pra nuk është sqaruar në Kur'an se cilët janë muajt e shenjtë, por se është një hadith i profetit alayhis salam që thotë muajt e shenjtë janë Dhulqa'da, Dhulhijja dhe Muharram, pra thotë thalathun mutawaliyat, 3 janë njëra mbas tjetrës, wa Rajab dhe muaji Rajab i cili është mes Ramazanit, mes Shawalit edhe muajt Xhamada. Po sot vazhdojnë këto muajt e shenjtë të funksionojnë një lloj pra në momentin që po, muajt e shenjtë vazhdojnë të funksionojnë sepse ne, domethënë, le të themi shumë adhurime i kemi të lidhura me lëvizjen e hënës. Ramazani, ditët e Shawalit, Kurban Bajrami, dita Arafatit, dita Ashuras, janë shumë adhurime në Islam që janë në ata e Kadrit, pra janë të lidhura me hënën dhe me lëvizjen e hënës, kështu që dihen domethënë muajt e shenjtë cilët janë, sepse dihet kalendari islamik i zhvillimit të gjërave. Pra, në përshëndet ne tani që po flasim bashkë, jemi në muajin fundin e muajit Dhulqa'da dhe disa ditë
pra 2 ditë do të futen në muajin Dhulhixhe, për shembull sot, që po flasim bashkë. Pra dihen, domethënë, kalendari islamik i njohur funksionon me 12 muaj, vetëm se kalendari islamik ka 355 ditë, pra kalendari hënor islam ka 355 ditë, ndryshe nga kalendari diellor, i cili ka 365. Me që përmendet kalendarin, ku mund t'i gjejnë njerëzit këto muaj dhe çfarë bëhet në këto muaj? Pra cilat janë specifikat që duhet bëjnë njerëzit, me që sot fatmirësisht jemi në gjendje lufte, pra? Po, qartë. Atëherë muajt e shenjtë, domethënë nuk janë vetëm muajt e shenjtë për të mos më bërë luftë në to. Ideja e luftës është nuk lejohet në muajt e shenjtë, sepse ka një lloj shenjtërie të veçantë tek Zoti i gjithësisë. Mirë, po kjo nuk do të thotë dy gjëra. Kjo nuk do të thotë që me kaq mbaron kapitulli i muajve të shenjtë. Muajt e shenjtë e thot Zoti në Kur'an, "Felat tadhlimu fihin anfusakum", mos bëni padrejtësi. Pra, nëse njeriu, domethënë, e shkel ndonjëherë, le të themi, në këto muaj do të jetë shumë më i kujdesshëm, sepse ke hyrë në diçka që Zoti ka dhënë rëndësi të veçantë. Pra, është njësoj sikur të gabosh në një njeriu, le të themi, diku dhe të gabosh në shtëpinë e tij. Është shumë më ndryshe. Domethënë, pra Zoti është ai i cili ka përzgjedhur disa kohë në krahasim me kohët e tjera, ka përzgjedhur disa vende në krahasim me vendet e tjera, ka përzgjedhur disa njerëz në krahasim me njerëz të tjerë dhe ka përzgjedhur disa nga engjëjt në krahasim me engjëjt e tjerë. Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Zoti është ai i cili krijon çfarë të dojë dhe përzgjedh nga krijimi i tij çfarë të dojë. Pra është Zoti i cili bën zgjedhjen e gjërave dhe i jep vlerësimin. Pra, si më thonë, një mëkat në Ramazan nuk është si mëkati jashtë Ramazanit, është një muaj i veçantë dhe i zgjedhur i Zotit. Një mëkat në muajt e shenjtë nuk është si një mëkat i bërë në muajt e tjerë, sepse kjo është diçka e veçantë e Zotit, diçka e zgjedhur e Zotit. Ose le ta themi ndryshe, të mëkatosh përballë një profeti nuk është si të mëkatosh përballë një njeriu të zakonshëm. Ti bësh padrejti një profeti nuk është si të bësh padrejti një njeriu të zakonshëm. Edhe muajt e shenjtë janë si puna e profetëve, janë si puna e engjëjve të zgjedhur të Zotit. Kështu që njeriu do të jetë shumë i kujdesshëm këto muaj. Çfarë duhet bëjë njeriu këto muaj? Korrektësia e tij ndaj obligimeve, mundohet të bëjë sa më shumë adhurime nafile o kështu vullnetare, të mundohet të jetë larg gjunaheve të mëdha, të shpeshtoj pendimin, të bëjë sa më shumë vepra të mira sepse është më e vlerësuar. Pra është diçka e shenjtë e Zotit. Përderisa Zoti e ka shenjtëruar, do të thotë se çdo gjë në të e mirë ka vlerësim tjetër dhe çdo gjë e gabuar në të ka peshë tjetër, nuk është si kohët e tjera. Për këtë arsye, i Madhi Zot mbasi tha, ndër këto 4 janë të shenjtë, prandaj mos bëni në to padrejtësi. Mos i bëni padrejtësi vetëm këtu, sepse po ta jep sinjale, kujdes se nuk je në këto kohë si në kohët e tjera, kujdes se je në diçka shumë më të veçantë të Zotit. Vëzhgimi është më. Ne vim edhe një tek ajeti, domethënë ajeti ka zbrit kur një grup sahabësh radhiyallahu ta'ala anhum, duke menduar se muaji i shenjtë ishte mbyllur dhe ka hyrë muaji tjetër, patu një ofensiv ndaj armikut, ndaj idhujtarëve. Nuk ka qenë gabim. Gabim njerëzor, pra jo diçka e qëllishme. Dhe çfarë ndodhi? Idhujtarët e morën këtë gabim dhe e paraqitën le të themi në mediat e asaj kohe, dhe ja si këta njerëz që pretendojnë se janë pasuesit e fesë së Ibrahimit, pretendues se madhërojnë muajt e shenjtë dhe muajt e shenjtë tek këta gjoja kanë janë këta të cilët mirë, po këta njerëz harruan krimin e tyre. Cili ishte krimi i tyre? Vrasja, përndjekja, ndalimi i njerëzve nga ardhja në Qabe, nxjerrja e njerëzve nga atdheu i tyre. Domethënë, të gjitha këto u harruan vetëm për një kjo ndodh në përgjithësi. Sidomos është mangës se ato se kanë harruar, se ato dinë çfarë bënë. Zullumçarët kur duan të justifikojnë zullumin dhe padrejtësinë e tyre, merren me një detaj i cili mund të jetë i vërtet, gabim i vërtet, mirë po ato e zmadhojnë aq shumë këtë gabimin, saqë në emër të këtij gabimi justifikojnë krime, gjenocide, luftra etj. Siç ndodhi për shembull luftën e Irakut. U pretendua se ka armë bërthamore, u shkatrua vendi, u vranë me miliona njerëz, emigruan me miliona të tjerë, në fund fare ishte një gabim. Si Hitleri që bombardoi parlamentin e vet, vrau opozitën dhe nisi luftë pastaj me Rusinë, pra është pretekst e lufta e Gazas për shembull, që u morën me një, le të themi, me një ngjarje që ndodhi me 7 tetor, ndërkohë që ne kemi qysh nga 48-a. 100 fish më shumë viktima se sa pengjet që janë gjatë. Ndërkohë që tani domethënë po ndodh domethënë një gjenocid masiv. Pra kjo është natyra e zullumçarëve. Pra merren me një gabim që është i vërtet gabim dhe në emër të këtij gabimi justifikojnë çdo lloj. Dhe Zoti çfarë u tha? Okej,
është mëkat i madh, është gabim shumë i madh që të kryhet ofensiv në muajt e shenjtë. Mirë po, të ndalosh njerëzit nga adhurimi i Zotit, ti përndjekësh njerëzit, të ndalosh njerëzve qabën, shumë më madhështore dhe më rënd tek Zoti. Pra ti harron gjitha këto në emër të kësaj, ose justifikon gjitha këto në emër të një gabimi njerëzor, domethënë natyra e zullumçarit, kjo është domethënë. Kështu që Zoti i Madh nuk e justifikoi gabimin dhe kjo është drejtësia. Nuk e justifikoi gabimin, por e krahasoi. E krahut të vërtetë. Pra ne duhet, edhe kjo është një mësim për ne. Për shembull, le të themi, nëse një musliman gabon në një sjellje të caktuar, ne duhet të dalim mbrojtje personit sepse ky është besimtar, vllai jon. Jo, vllai jon ka gabuar, kjo është gjë tjetër dhe ne duhet ta themi të vërtetën, por kjo nuk justifikon që të bëhet zullum apo padrejtësi kështu me radhë. Pra na jep edhe një sinjal neve Zotin nëpërmjet ajetit që duhet të jemi të drejtë. Gabimi duhet të thënë që është gabim. Pavarësisht se nuk mund klasifikohet apo nuk mund krahasohet apo nuk mund të justifikohet nëpërmjet tij një zullum apo një padrejtësi shumë më e madhe. Pra kemi edhe një sinjal nga Zoti që gjërat duhen ndarë drejt. Për këtë arsye thoshin, domethënë le të themi në artin e ndërmjetësimit dhe në artin e arbitrimit, ti nuk mund të bësh, le të themi, pajtim nëse nuk cakton njëherë kush është fajtori dhe gabimtari. Se disa njerëz janë të prirur kur shkojnë për të pajtuar ose për të rregulluar mes palëve, hajde ta mbyllim për atë Zoti, o Zoti, cakton një kush është gabimtari, kush është fajtori, kush duhet kërkojë falje, pastaj kalojmë tek faza e pajtimit ose duhet kompensuar dëmi, kush e ka bërë dëm, kush është shkaktari i dëmit, pastaj vim tek falja, vim tek pajtimi e kështu me radhë. Që ka se thonë Aliut, neutralitetin ko zullumi është bosh palë me zullumçarin. Vërtet. Pra që njerëzit sot do të jenë, si quhet, politikisht korrekt apo diplomatikisht neutral dhe ndërkohë që bëhet zullumi, siç përmendet rastin e Gazës ku ka genocid. Gjithsesi një tjetër moment shumë interesant që le të themi e thekson ajeti është kur Zoti thot fitnja nuk është e barazvleshme me vrasjen. Ose thënë shqip, fitnja është më e rëndë se sa vrasja. Më e rëndë se sa vrasja. Dhe në fakt disa interpretues thonë që është femohimi, disa tjerë kanë thonë që janë le të themi gjullurdirat. Dhe si është realisht interpretimi i kësaj fitne? Fjala fit, ne i përfshin gjitha, përfshin shirkun, femohimin, përfshin gjullurdit, përfshin provokimin. Nganjëherë, domethënë, janë disa veprime që janë shumë më të rënda se sa vrasja e njeriu. Domethënë kur ti e provokon, kur ti domethënë e vën njeriu në një situatë të tillë që domethënë i bie uji i fytyrës kur i thon, domethënë ndihet keq. Nganjëherë kjo është shumë më e rëndë se sa ta vrasësh atë, sepse vrasja në fund fare ka një moment, ndërsa kjo është vrasje, domethënë e ngadalt, vrasje e përhershme, njësisht ndodh për shembull me ata të cilët domethënë shantazhojnë, pra marrin ose më e keqja akoma i hedhin njerëzit në kurthe për të bërë gabime të caktuara dhe nëpërmjet tyre i shantazhojnë. Ky shantazhim është më i rëndë se sa vrasja, se në fund fare njeriu vdes dhe mbaron punë, kurse shantazhimi mbetet gjithmonë armë në dorën e kriminalit apo grupeve kriminale apo mafjas apo ku e diun kujt mund të jetë që e përdor vazhdimisht nëse personi në një moment caktuar do të reflektojë, i tregohet arma e fshehur, domethënë që është shantazhimi. Kështu që në këtë kontekst, kontekstin e ajetit, që Zoti përmend veprat e femohuzëve nga janë dhe këtë gabim le ta quajmë besimtare. Pra Zoti tha kjo është shumë më e rëndë sepse është idhujtaria juaj është shumë më e rëndë se sa gabimi njerëzor që ndodhet për këtyre njerëzve. Pra i përfshin faktikisht, si më thënë, në kuptimin e parë kryesor përfshin femohimin dhe idhujtarinë. Dhe pastaj në komentet e tjera vijnë gjitha përfshihen sepse fjala fitne domethënë i ka të gjitha brenda. Pra këtu mund të përfshin dhe intrigat, kurthet politike që kanë pas bërë, domethënë. Atëherë o nderuar, sqaruam shenjtërinë dhe disa aspekte pra të muajve të shenjtë dhe thamë që ndalohet edhe vrasja, po gjuetia ose lufta. Po gjuetia, martesat, aspekte tjera tjetësore. Si gjithë muajt e tjerë, domethënë nuk ka asnjë lloj, le të themi, asnjë lloj kufizimi që njeriu domethënë të martohet në këto muaj, që njeriu të zhvillojë jetën e tij normale. Madje nuk është se edhe ka ndonjë vlerësim diçka plus, për shembull, le të themi, po të martohesh në muajt e shenjtë,
pra nuk është se ka diçka, domethënë, mund të konsiderohet si vepër e mirë, po jo se domethënë tregon qëndrueshmëri ose mos qëndrueshmëri. Por nuk ka ndikim. Po kështu edhe puna e gjuetisë lejohet, nuk përbën asnjë lloj problemi se faktikisht më zbër disa herë kjo pyetja që a lejohet bëjmë gjuetin muajt e shenjtë, nuk ka lidhje fare, domethënë. Pra ndalesa është lokale, ndalohet në zonë e shenjtë. Domethënë në kohën, domethënë gjuetia në muajt e shenjtë edhe në botën, le të themi islame, lejohet. Gjuetia ndalohet vetëm në 2 vendet e shenjta. Ndalohet në Mekë dhe në Medinë, ndalohet gjuetia. Përndryshe në çdo vend tjetër është e lejuar. Normalisht duke pas parasysh edhe le të themi kohën, rregullat, periudhat kur lejohet, kur s'lejohet, pastaj është gjë tjetër se si rregullohet me ligj kjo punë, po flasim si koncept. Pra si koncept lejohet gjuetia në muajt e shenjtë, martesa gjithashtu, edhe nuk tregon se ka ndonjë vlerë në krahasim me diçka tjetër, në krahasim me muajt e tjerë, po të zhvillohet martesa. Në fakt një tjetër term ekuivokal që njerëzit ngatrohen shpesh është termi hurum, harem, siç i themi ne përgjithësi përdoret, sidomos bëhet një lidhje logjike me haremin e sultanit. Pra kush është ajo pika emëruesi përbashkët i haramit, haremit, mahremit, pra bëjmë një sqarim që për gjëra që janë bërë lëmsh në mentalitetin e njerëzve. Atë gjithë kjo vjen nga emërtimi i haramit. Haram, çfarë do thotë haram? Diçka që është e ndaluar. Siç tha profeti alayhis salam, çdo mbret ka vendosur kufin të mbretërisë së tij, dhe Zoti ka vendosur disa kufin. Dhe kufint që Zoti ka vendosur quhen haramet, të ndaluarat. Pra, është quajtur haram se është i ndaluar nga Zoti. Pra Zoti i ka dhënë një rëndësi kësaj sprove. Për këtë arsye ka quajtur haram. Pra nuk lejohet ta tejkalosh. Nga kjo vjen edhe haremi i sultanit. Pra ka qenë le të themi pjesa e familjes së halifes, edhe halifja nuk lejonte që njerëzit e huaj jashtë familjes të depërtonin familje. Ne tani nuk do ta marrim atë. Jo se bota harame, se njerëzit thonë a ka bë haram, pra bë shumë haram aty. Nuk ka kuptimin që aty bëhesh çdo lloj harami, ai lejonte vetes aty çdo gjë siç edhe paraqitet, ose mund të ketë pas abuzime në momente dhe në situata të caktuara, po kuptimi i vërtetë është harem, do të thotë këtu nuk lejohet të futen njerëzit që nuk janë të familjes dhe të gjakut. Ky është pra dhe hadithi që ferma nuk kupton pa mahrem. Mahrem nga kjo vjen, domethënë. Mahrem domethënë njeri i shenjtë, njeri i gjakut, njeri i familjes që nuk lejohet martesa me të. Pra femra udhton e qetë se nuk ka merak në udhtimin me të. Për këtë arsye, mahrem janë njerëz të kufizuar. Pra është babai, është djali, është vllai, është nipi. Pra nuk mund të jetë çdo mashkull, domethënë shoqërues. Do të jenë njerëz që janë njerëz me të cilët është ndaluar martesa. Haram. Pra vim prap tek shenjtërimi dhe vim pak tek fjala haram. Pra ky është kuptimi, domethënë, dhe në këtë kontekst, domethënë ka funksionuar. Pavarësisht se në kohë të caktuara ose në situacione të caktuara mund të ketë pas edhe le të themi keq interpretim apo keq veprim, po në origjinën e vet kështu është, domethënë. Pra kur themi shenjtëri, do të themi diçka që ndalohet bëhen disa gjëra, se njerëzit shenjtëri thonë që përfiton bereqet, hapet fati, pra bëjnë disa lidhje të gabuara, por në fakt muajt e shenjtë janë muaj që ne ndalojmë disa praktika të caktuara dhe do të jemi pak më vigjilent dhe më të kujdesshëm. Po, do të jemi më të kujdesshëm sepse Zoti prandaj, po ta shohësh ajetin mbyllet Zoti kur flet për muajt e shenjtë, thotë dhe dijeni se Allahu është me të devotshmit. Pra nëse ju jepni rëndësinë e duhur muajve të shenjtë, do të thotë se ju po tregoni devocion, përkushtim ndaj Zotit dhe Zoti e din këtë gjë. Pra nuk u humbet juve Zoti mundin, djersën, përpjekjen, përkushtimin, vetmohimin në këto muaj për të qenë më të kujdesshëm se në kohët e tjera, dhe kjo nëse tregon për diçka, tregon devocionin tuaj dhe tregon, si më thënë, rritjen tuaj në besim. Pra përkushtimi i njeriu, kujdesi i njeriu në këto muaj është një tregues se ky njeri e beson Zotin, e beson premtimin e Zotit, i friksohet Zotit dhe kështu me radhë. Dhe i manifeston pra manifestet që ka shpall Zoti i gjithësisë. Atëherë bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi sërish në studio.
Ja pra, kur rikthym sërish në studio. Atëherë hoxhë nderuar, pasi bëm një hyrje dhe folëm në mënyrë të përgjithshme pra se çfarë është ndaluar në këto muaj të shenjtë, duket sikur termi i asaj që diskutuam, nocioni i gjës së shenjtë, pra i harajmit, është dhe ihrami. Pra një robe që apo le të themi një status që e fiton pelegrini, i cili kryen ritin e haxhit. Dhe në fakt mendoj se njerëzit tashmë pyesin ora çfarë është haxhi dhe pse i ndalohen disa gjëra haxhillarëve dhe kush janë gjërat që i ndalohen, pra mund na e trajtoni pak këtë temë? Atë ihrami ose futja në ihram do të thotë futja në adhurimin e haxhit. Futja në adhurimin e haxhit i ndalon njeriu disa gjëra që kanë qenë të lejuara para se të futet në adhurimin e haxhit. Pra një lloj përkushtimi, jemi një lloj përkushtimi. Po vim tek termi ndalesë dhe shejtëri. Pra, në momentin që ti, domethënë, futesh në adhurimin e haxhit, je muhrim, je, si më thon, i zgjedhur, je në një pozicion shenjtërie në raport me Zotin e gjithësisë, se Zoti ty po të thret dhe ti po i përgjigjesh, pra fjala lebeik Allahumma, po të përgjigjem o Zot, të përgjigjem o Zot, pra ai të ka thirrë dhe ti i përgjigjesh, pra ti hin në një lloj, le të them, status quo të veçantë që nuk je si njerëzit e tjerë. Pra, për këtë arsye, ai që hyn në adhurimin e haxhit, atij ndalohet gjuetia, atij ndalohet martesa, atij ndalohet fejesa, atij ndalohet bëj muhabet e femrash, atij ndalohet që të bëj gjueti siç e tham, domethënë, atij ndalohet që të qeti flokët, atij ndalohet që të presi thojt, atij ndalohet të parfumoset, atij ndalohen rrobat normale, rrobat e zakonshme, pra ai ka një status të veçantë tek Zoti i gjithësisë dhe një protokoll, që era një protokoll i detajuar i miqve të Zotit, thojë ata që më shumë. Po, domethënë këta njerëz janë të zgjedhurit e Zotit si pasojë, do të jenë le të themi kështu, më të kujdesshëm, më të pastër, më të lirë, s'do ta kenë mendjen tek gjuetia, nuk do ta kenë mendjen tek gratë, nuk do ta kenë mendjen tek marrëdhënie bashkëtorë, janë të kufizuar sepse janë të përkushtuar dhe të zgjedhurit e Zotit dhe në këtë kohë këta njerëz do të jenë, domethënë, më të angazhuar në adhurim. Për këtë arsye në këto kohë, për shembull, ne gjejmë bashkim namazesh, vetëm për të përkushtuar në lutje dhe në dhikr. Gjejmë disa veprime që nuk ekzistojnë në kohët e tjera, vetëm se si njeriu, domethënë, përkushtohet sa më shumë. Nga kjo vjen pra rroba e ihramit. Rroba e ihramit pra është treguesi i futjes në adhurimin e haxhit, po ajo ka edhe gjëra të bukura brenda, domethënë, bardhësia e rrobës, që do thotë Zoti kërkon për ne të jemi të bardhë në vepra, jo thjesht siç pretendojmë në zemra. Tjetra, domethënë, tregon barazin, pra jemi të gjithë njësoj, aty nuk dallohet askush nga askush, sepse janë të gjithë me të njëjtën rrobë. Tregon se Zoti i Madh, tek Zoti i Madh nuk ka të privilegjuar, pra të gjithë janë barabartë para Zotit. E kujton njeriu me veshjen e qefinit, pa një ditë do të dalim nga kjo botë me 3 çarçaf të bardhë të mbështjellur dhe sot marrim asgjë nga jeta e kësaj bote. E kujton me rëndësinë që ka vëllazërimi dhe se njerëzit bashkohen gjithë muslimanë në një vend për të kuptuar se besimi është shumë më lart se çdo lloj ndarje tjetër që ndahet me të bota apo supremacia i ka ndarë njerëzit. Dhe ajo është shumë interesante gjithashtu se i kujton njerëzit me ditën e Kiametit. Pra i tubimi i madh njerëzish, domethënë të jep atë mesazhin që kështu do të jetë edhe para Zotit. Lum për atë njeri i cili dallohet me veprat e tij, me sjelljen e tij, me edukatën e tij, me devocionin e tij, se përndryshe, domethënë nuk shpëton njeri, domethënë nga dalja përpara Zotit. Pra ka gjëra interesante që zhvillohen dhe përfitojmë nga rasti që t'i këshillojmë edhe vëllezërit tanë dhe motrat tona, të cilët domethënë do të bëjnë haxhin, të jenë të kujdesshëm, sepse është një adhurim që bëhet një herë në jetë, nuk dihet kur i jepet më mundësia njeriu dhe është një adhurim i cili ka disa sprova që njeriu mund ta hutojnë nga qëllimi dhe synimi për cilin ai ka shkuar atje. Domethënë synimi atje është të adhurosh Zotin sa më shumë, të rish në qabe sa më shumë, të lutesh sa më shumë, të bësh dua sa më shumë, dhe janë disa gjëra që duhet me i lënë mbas shpinës dhe duhet me harru dhe mos më rënë pre, le të themi, disa situatave të cilat ndoshta, domethënë, e angazhojnë njeriu më shumë sa ç'duhet nga qëllimi kryesor për cilin ai ka vajtur atje. Pra duhet humbi fokusi. Në fakt është një zhvillim interesant histori njerëzore ku Malcolm X, një person i cili besonte në supremacinë e racës zezë, madje disa sekte të tyre besonin se edhe Zoti është i zi,
pra larg metave është Zoti nga çfarë tërbojnë njerëzit. Dhe masi pa në haxh që nuk ishte dallim racash, dallim ka devotshmëria dhe përkushtimi ndaj fesë Zotit, ka ndryshuar edhe teorinë e tij. Pra e ka zgjeruar, le ta themi, pjesën e, si më thon, udhëtimi i haxhit. Udhëtimi i haxhit. Pra dhe aty shemben gjitha këto supremacitë, le ta themi fanatizmat, krahimtarizmat e tjera, pra si gjithmonë Islami i ka hedhur poshtë. Por duket sikur dimensioni i haxhit është dimension bar njerëzor, pra duket sikur ky takim midis njerëzve dhe Zotit ndiqet nga i gjithë globi, pra me këto muajt e shenjtë ata involvohen në një mënyrë të pa, le të themi, si pa e kuptuar, si kulminon pikërisht me Arafatin, me haxhin, me tawafin. Dhe për ne njerëzit e tjerë që ndoshta nuk do ta kryjmë haxhin, dhe për teleshikuesit, kush janë ditët që agjërohen, pra le të serojmë pak dhe këtë pjesë. Po, është vërtet që marrin pjesë nga larg, ty ndjekim nga larg. Po. Zoti i Madh Zot nuk e ka lënë askënd pa gjetë një formë kompensimi. Siç është rasti për shembull sahabët tanë pejgamberit Zot, po i marrin gjitha shpërblimet pasurit. Se falen si ne, agjërojnë si ne, ndërkohë që japin. Po ne tha pejgamberi sa ju përmendni Zotin. Subhanallahu. Edhe kjo punë, domethënë puna e haxhive, janë disa njerëz që Zoti u ka mundsuar, u ka dhënë sukses, i ka përzgjedhur Allahu, u ka mësuar Allahu, po edhe të tjerë që nuk kanë mundësi që të garojnë. Veprat mjese që është për shembull agjërimi i këtyre ditëve, mundësisht gjitha ditët, po të paktën ditës së Arafatit, që është një ditë para Kurban Bayramit, për cilën pejgamberi sa më ka thënë, kush agjeron ditën e Arafatit, Zoti premton faljen e 2 viteve, pra 2 vite. Viti shkuar dhe viti që do vijë. 2 vite, vitit kaluar dhe vitit të ardhshëm. Po 10 ditët edhe 10 ditë, si transmetohet në Abu Daud, thotë nëna e besimtarve, 3 vepra profeti nuk i linte kurrë dhe ka përmendur nga këto 3 vepra, ka përmendur agjërimin e 9 ditëve të Dhulhixhes. Pra 10 bashkë me ditën e Arafatit. Në përgjithësi profeti alayhis salatu wasalam e ka agjëruar. Pra mendimin saktë që agjërojnë ata që janë haxhillar to 9 ditë, apo bëhet fjalë vetëm për haxhillarët? Jo, këtu bëhet fjalë për të tjerët. Edhe haxhillarët nëse duan, po të tjerët, gjithmonë të tjerët. Po kemi edhe atë namazin i cili falet mbas lindjes diellit. Pra nëse njeriu fal sabahun me xhamat në xhami dhe rrin aty duke përmend Zotin derisa të lindë dielli, pastaj pret gjysmë ore mbas lindjes diellit dhe i fal 2 rekat namaz, Zoti e shpërblimin e haxhit dhe të umrës. Le të themi këta që nuk janë haxhi, kemi disa hadithe shumë interesante. Ka alternativa. Po, alternativat. Pejgamberi sa më ka thënë ma min ayamin al-amalu as-salihu ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al-ayam. Nuk ka ditë që të dojë Zoti veprat e mira siç i do në këto 10 ditë. Në një transmetim thotë a'dham, më të vlerësuara. Në një transmetim thotë ezka, më të lirat e Zotit, se sa këto madje aq shumë i lavdroi profeti alayhis salam veprat e mira që bëhen në këto 10 ditë, saqë njëri për sa vëtau pejgamberi Zotit. Po mirë, vepra e mirë në këto ditë është më dashur tek Zoti edhe se sa xhihadi në muajt e tjerë, edhe se sa xhihadi në muajt e tjerë. Përveç se njëri i cili del me jetën e tij, me pasurinë e tij dhe skrehet pas gjë. Përndryshe, veprat e mira në këtë muaj në këto 10 ditë janë shumë të vlerësuar tek Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye mundohemi të mbushim me përmendje të Zotit, me dhikr. Madje një hadith thotë në këto 10 ditë përmendjen e Zotit sa më shumë, ose përmendja e Zotit është shumë më e vlerësuar, ose siç e thotë Zoti në surën Al-Hajj, "Wadhkurullaha fi ayamin ma'lumat", përmendeni Zotin në ditët e ditura. Ditët e ditura është 10 ditë i Dhulhixhes, apo siç betohet Zoti në surën Al-Fajr, "Wal-fajr wa layalin 'ashr", pra shumica e komentatorëve të Kuranit thonë netët e fundit dhe ditët e para të Dhulhixhes. Pra siç kanë, le të themi, siç ka 10 netë i fundit Ramazanit, natën më të mirë të vitit që është nata e Kadrit, ka 10 ditë i Dhulhixhes ditën më të mirë të vitit që është dita e Kurban Bayramit. Siç e thot profeti sa dita më e mirë e vitit është dita e Kurban Bayramit. Dhe me që jemi edhe në fund të emisionit, shohim një praktikë që njerëzit marrin një titull mos e bëjnë haxhin. Haxhi filani ka qenë haxhi. Si është e vërteta kësaj? Tani kjo është kur thuhet përpara dikut që fal namazin, namazli filani ose agjërus filani. Pra ka mbet si tradit, pra ata që e bëjnë haxhin, nga që haxhi ka qenë i rrallë në ato kohë, edhe ishte diçka shumë e veçantë, domethënë ai që arrinte të bonte haxhin edhe i thoshin el haxh, haxhi filani, por faktikisht domethënë është si gjithë veprat e mira, që më mirë mos të dihet se sa
të dihet. Por nuk ka nevojë të shtohet si gradë shkencore. Tregon si Barcalet në botën arabe, njëri i cili kishte marrë ose këtu e tregojnë tregojnë këtu në botën e Ballkanit, ishte njëri që kishte marrë borxhe tek bakall tek supermarketi i Lagjës. Marketi i Lagjës, domethënë. Edhe kur vjen nga haxhi, thotë atë dëgjoj, thotë, ai kur e pa haxhi filani, tha, dëgjoj, ka marrë ta për ato borxhet. O, ju bë qefi aty pronaj, ta shqyr Zoti, ta që nga ftjellu atje në haxh, ta, që ka rregullu. Ta tha, fshi këto, emrin tim ta ma fshi. Po i thaj, edhe tha para emrin tim tha shkruaja haxhi filani, po ato borxhet doja ashtu siç janë. Borxhet doja ashtu siç janë. Po jo si më thon jo si gjithë tjerët. Pra, jo Ahmedi, Haxhi Ahmedi. Haxhi Ahmedi. Ndërkohë që borxhet mbeteshin ashtu siç ka marrë një gradë tjetër, domethënë. Përse ta financonte ndoshta ai supermarketi i Lagjës, të financonte borxhet. Atëherë hoxhë nderuar, e falenderoj që ishit sot me ne. Gjithashtu lutemi dhe lutemi që Zoti pra t'i jap sukses, t'i forcojë haxhillarët dhe t'ia pranojë të gjitha ibadetet dhe adhurimet pra që ato do të kryen në këtë periudhë të caktuar. Gjithashtu dhe ju teleshikues nderuar, falenderoj për vëmendjet që na kushtuat.